Vion ende të mbetet i paqartë motivi vendosjes së lëndës shpërthyese në një pallat në Shkodër, ngjarje e rëndë që i mori jetën 67-vjeçarit Hysni Ymeri, 29 dhjetorin e vitit 2025. Sipas policisë, si autori dyshuar i vendosjes së tritolit është identifikuar shtetasi Gerti Bushati. Ai është zbuluar përmes pamjeve të kamerave të sigurisë të instaluara në një biznes pranë pallatit, ku shihet teksa mbrëmjen e 27 dhjetorit vendos lëndën shpërthyese në boksin e sahatëve të energjisë elektrike në katin e parë të godinës. Lënda shpërthyese u aktivizua 2 ditë më vonë, në 29 dhjetor 2025, në momentin kur Hysni Ymeri po ngjiste shkallët e pallatit për të hyrë në banesën e tij, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Nga hetimet dhe analizimi pamjeve të tjera filmike, grupi hetimor arriti të zbardhë itinerarin e lëvizjes së autorëve, shkaqoi më pas në arrestimin e 4 shtetasve, bashkë me Gerti Bushati në prangaran Ergyes Ibrahimi, Edison Asaj dhe Gjergji Zefi. Deri më tani policia nuk ka mundur të zbulojë motivin apo porositësin e atentatit. Gjatë kontrolleve dhe veprimeve hetimore janë sekuestruar 28 telefona celular, një automjet tip Mercedes-Benz, municion, lëndë narkotike të dyshuar si kokain, pajisje GPS, kamera sigurie si dhe veshjet përdorura nga autori dyshuar. Burime nga policia bëjnë me dije se pak ditë para ngjarjes në Shkodër kishte mbërritur edhe djali i viktimës Alban Ymeri, i cili jeton jashtë Shqipërisë. Ai ka deklaruar përpara hetuesve se familja nuk kishte konflikte dhe se nuk kishte marrë asnjë kërcënim. Gjatë marrjes në pyetje në drejtorinë e policisë, të arrestuarit kanë refuzuar të japin deklarime. Sipas burimeve, ata janë mbajtur së bashku në një ambient të monitoruar në përpjekje për zbuluar identitetin e porositësit të tritolit, i cili vijon të mbetet ende mister. Të ndaluarit pritet të dalin para gjykatës për caktimin e masës së sigurisë ditën e hënë. Ndërkohë, vëllai i viktimës në vitin 1995 në lagjën Kiras vrau shtetasin Shevqet Çekorja. Autori u arrestua dhe u dënua atë kohë, ndërsa disa vite më vonë, sipas burimeve, 2 familjet arritën pajtimin.